në Prishtina mall, në katin e dytë te Flori Gallery Expo ku po mbahet aktualisht. Që dyrë hapur jemi, shtëpi e madhe jemi. Mos harroni është pa pagesë Julia, mundeni me ardh edhe me përfitu nga këto biznese. Për shembull Piano Parfum dje kish lëshu dorën, shpërndoi ke parfumat. Këto biznese të cilat janë duke marrë pjesë, fillimisht ju kërkoj ndjes për zërin, po ç'a ndodhi apo të dasëm? Nuk e di. Nuk e di. Çka dua t'ju them gjithë shikuesve. Sara, është se jemi live në kanalin ton zyrtar në YouTube, kanal 10. Hyni komentoni për të fituar shpërblime të shumta, të cilat do t'i kemi pas pak në Expo Diaspora. Përshëndetje! Dhe ju do të keni mundësinë që të përgjigjeni me pyetje të shpejta, përgjigje të shpejta, sipas bizneseve të cilat do t'i kemi edhe intervistat me ta. Dhe po ashtu, hajdeni live. Sa jemi këtu deri në orën 21:40, do t'jemi live. Dalish pas pak, a ban? Apelojmë që shto. Po do me dojnë kamerë? Shko meri prindrit edhe hajdem Panajër, me vizitu Panajërin, me pa bizneset edhe del në kamerë. Jemi në transmetim të drejt për drejt. Boja me dorë kamerës. T'lutem Albion kthehu ka voglushi, ashtë Shqiponjen, hajde. Diaspora e kanë... Sara, do të kemi lojra të shumta me bizneset të cilat do t'i organizojmë. Patjetër. Ky Panajër ka filluar dje në ora 18 ka shumë njerëz ka prit deri me datën 18 gusht. Për ata të cilët vinë sonte, gjatë këtij transmetimi do të kemi shumë shpërblime nga bizneset pjesëmarrëse këtu. Edhe nuk kena loja të vështira. Te APR-ja mund me marrë nashta një pako diaspora. Pako diaspora, super pako, kështu që hajdeni edhe shini. Një shpenzim a pak. Shtu e kini farë pengese, unë kujdesna për ty, po që ke shturo vetë. Hajde me mu, këtu e kemi 10-10, ardhmja arkitekturës, djemë shumë të mbarë, shumë të mirë, shumë të zatë. Do të thejemi pas pak të jo. Ndreshni këmishën, kravaten. Do të thejemi pas pak, sepse fillimisht po. Drenën, Ruko, Ice-T, Panonia, bravo, ku kanë të i bogatja, janë të ftofta? Shumë nice. Në fillim fare patëm edhe Enos LLC, Captain Group, që është duke ndërtu një... Se kam thonë disa herë nëse dëshoni me pas vendbanimin tuajt për hershëm në Bregdetin e Lezhës, Enos është duke bërë një super ndërtim, po mos harroni Enos bën edhe shumë ndërtime në Kosovë.